Në këto ditë të ftohta dimri rruga që të çon drejt fshatit Kakos në Lunxhëris shpalos një peisazh të qetë, të mbuluar me ngjyrat e ftohta të stinës. Ky fshat i vogël i bashkisë Gjirokastër është i njohur për historinë dhe traditat, me qetësinë karakteristike të jugut dhe me pamjen e shtëpive të gurta që i rezistojnë kohës. Udhëtimi në të nuk është thjesht një lëvizje, por edhe një kthim pas në kohë, aty ku kultura e Lunxhërisë ruhet ende me krenari. Në këtë stin dimri jeta në Kakos merr një ritëm më të ngadalt, por plot ngrohtësi njerëzore. Tymrat që dalin nga oxhaqet tregojnë se banorët po përgatiten për ditët e ftohta, duke gatuar ushqime tradicionale dhe duke u mbledhur rreth vatrës familjare. Të ftohta janë, të ftohta vajzë. Neve punojmë, pastrojmë koshtrat, fshati me traditë ka qenë. Tradita po, të mira ka patur, shumë tradita të mira fshati. Ta më shkoj tani pleq kemi ngelur. Në shtëpi e mbarëm, shime, lajmë, sa për këta punë të shtëpisë. Ta dojë vitëri, bëjmë punë të vitëria, lajmë, shime. Jo, se lajmë, ka të vështirë se ja. Supë, dru, kemi, soba, ndezin. Që në 4 kisë në ngremu, ndez soba, më rojtë ngrotëve dhe laj lopët, i mjeli pastroj, ju hedhë për të ngremu, basa e lishoj. Ja, gaçkën kemi bërë turshi, patërqani, speca gosha, nga të tëra kemi bërë. Të gjitha të fshatë i kemi. Kjo është si, ta them, si periudhë tranzicioni. Pse kështu? Se tani gjërat që kishin për të mbledhur në pranver i mblodhëm, rakinë nxorëm, të tëra ato i bëm, tani përgatitemi për vitin tjetër. Bëjmë pastrim tokat. Atje ku punojnë, që bëj koami do t'i punojnë tokat i kemi për vitin tjetër gati, që t'i mbjellëm. Avash do fillojnë mbjellën farishtet. Tomate, pipere, patlıgjane. Kështu që kjo periudhë tani unë thash që është një çik periudhë më e qetë, po megjithatë prap ka punë fshati. Për mua, them megjithmonë, është më i vështirë pranvera, edhe Behari. Pse është më i vështirë? Se ka punë shumë, që do mos në fshat flas. Do t'i potisësh, do t'i krahasitësh, do t'i prashitësh gjëra se ndryshe nuk bën dot. Se ne në fshat po bëm këto gjëra, nuk urojmë dot. Tani, vërtet ne jemi në pension, po ndihmojmë që fëmijët. Sa të kemi mundësi, të marrim në gjë. Ruajnë banorët traditat e fshatit të zakonit? Po, ato e kemi, ato i ruajmë të gjitha. Me se bepe, shka njerëzit, për shembull, këse këtu tek ne kemi edhe fshatar, edhe vëllej të ardhur. Që bashkëjetojmë në mënyrë të shkëlqyer me njëri tjetrin, po vemi edhe nëse bepera. Tani ne ka urt kemi dhe këto, janë emra tani. I vemi, i urojmë, i bëjmë për emra, ashtu nga vinë dhe ata. Do me ne kam fjallin që shkojmë jashtë zakonisht mirë. Një që të vështira janë më i vajzë, dimër është, por ne prapë s'kemi në i punë të madhe se punët i bëjmë në pranver. E tani dalim një qik hajtë edhe këmët i stërvitim edhe në i punë të vogël. Se neve jemi të moshuar tani pensionist. Tani në dimër në mëngjes kemi 3 nanë. Po se në drejt gjithrat e zakonshme, turshit i kemi bërë në një lakër, në një spec vare se në plejt e spara. Duam shumë tani këto zajret e dimrit, që thonë Gjirokastrit zajret e dimrit. Këto më i vajzë. Ndezim sobën, themi të drejt në oxhak nuk kemi. I kemi prishur ato traditat e oxhakve. Ndezim sobën e kjo është për dishmëria. Oxhaku ka qenë tradit? Oxhaku ka qenë. Këtu ka qenë në Kakos, ka qenë oxhaku dhe shtëpi me 2 kate. Rrugicat janë të qeta, por herë pas here dëgohet zëri ndonjë burri që merret me bagëtit, ose ndonjë gruaje që kujdeset për punët e shtëpisë. Banorët vazhdojnë rutinën e tyre me një përkushtim që shfaq forcën dhe qëndrueshmërinë e jetës rurale. Me bagëti, kemi lop, kemi dhënë, do të kemi në fush. S'kemi këtu. Kemi atje bashkë, kemi 3 fshatarë, kemi bashkë të 3 atje. Fush bagëti. Se lop të kemi në shtëpi. Çfarë kujdesi duan tani? Duan të hanin, duan fshih, pastruar, duan miel, duan shpunë në kullot. I qojnë në kullot dhe i marrin prapë. Latë atje, latë në malë. Këto duan kushtis të madha, duan kujdesis duan. Të gjithë banorët kanë blektori, kanë nga Jo, nuk kanë të tërë shumë. Ja 3 shtëpi jemi që kemi dhënë. Edhe në fshat janë 6-7 shtëpi që kemi lopë. Që më kam në fush këto, i ka djali dhe lopët, po i për një mos e këti. Jo, s'ka. Keni nga këto agrumet, portokale, shumë. Nga të tëra limona, portokale, ulli, hurma, dardë, e tëra kemi.
arët, për shembull. I favorizon klima këtu larg? Po, hardu dhe klima, mirë është klima. Shumë mirë. Shtë bëj mire në punëtorë, mire në fshatarët. Po për tregti keni produkte apo i mbani vetëm për familje? Vetëm për vetëm, më ka që ka dhe për produkte ka. Për shembull, kanë ulli, bëjnë vaj, shesin, kanë. Bajnë familje? Ma familje dhe tyre, shtë bëj. Ju sa vjeçe jeni sot? Një 67. Vazhdoni akoma, punoni? Po. Kanë dhe vreshta, kush ka vreshta, për shumë në vështaria, ulli, nga të tëra kanë. Në këtë mire në fshat. Tani këtu në fshatin tonë, shumica mere me bujësi. Le që plet kanë ngelur, realisht, po mere me bujësi. Blegtorin e kemi vetëm në 2 familje, që kanë dhënë, ka një kope gogja të mirë. Ka fshatar që mban nga një lopë, si puna ime, për të ngërën për vete tonë, se ndryshes bërë, mbam nga një lopë, me vështirësi, po e mbam, nuk them kështu, po që shumica të kene mere me bujësi. Këta që kanë në blegtorin, i shpjen edhe në malë, tani kanë përur, se kanë pjellë, kanë punë shumë realisht. Blegtoria ka punë. Me gjitha të, unë themi një që ata që janë tek neve, që kanë blegtorin, e bëjnë me djesë të madhe, mishin, qomështin, me vështirësi të madhe. Ndaj the mund që neve për shumë të tjerë mere me busi, këto që kemi në për koshtra. Unë jam njëna ata që vetë shpjen në trek, realisht. Mbjellë për vetën time, po më te përuar nga familja, i shpjen në trek, shtu bëj, ja tani unë kam limona, më themë ja 2 kunta limona, po, të di bëj. Ose kur bën domatja, piperja, po më ngelen, i shpjen në trek, nuk i në bosh. Sa të marë, sa të ndimoj ato familje. Me blegtori nuk ka shumë familje. Me dhën është një familje. Me dhi është dhe një familje, 2, edhe me na një lop janë paka shumë 6-7 familje, se ne për shumë mosh ato nuk kemi. Megjithse dimri sjell vështirësi sidomos për të moshuarit që përbëjnë shumicën e popullsisë, banorët e Kakozit nuk humbasin lidhjen me rrënjët e tyre. Traditat, mikpritja dhe kujdesi për shtëpitë e vjetra mbeten në gurët themelor të identitetit të fshatit. Edhe pse jeta nuk është e lehtë, komuniteti vazhdon të ruajë kulturën dhe historinë e vendit, duke e mbajtur gjallë shpirtin e lunçërisë, edhe në ditët më të ftohta të vitit.